Këto mjete buqësore janë elementet e punës tash e 20 vite të fermerit Femi Blaca nga fshati Baboshi Muhaxherëve të komunës së Lipjanit. Ky fshat është edhe vendlindja e tij, aty ku ai është rritur, aty ku ai mori hapat e parë në këtë veprimtari. Ky fshat njihet si fshat me njerëz të vyshëm, me njerëz punëtor, me njerëz ndërgjegjshëm. Edhe bujqësien gjithmonë e kanë kultivu, sidomos sektorin e blegëtarisë. Po pej sa që janë bërë disa ndryshime, sidomos ramja e autostradës nëpërmjet fshatit, i ka qorientu pak këtoj sene, edhe kështu që shumica e fermave kanë shku në falimentim, i kanë hjek fermat edhe qështë. Momentalisht nëse vetëm ke informacion sa banor ka ky fshat edhe tregona më shumë sa kanë braktisë fshatin pastaj. Kryesisht janë dikon rreth 300 shtëpi, 500 banor, nuk e di saktësisht me numër banore, po rreth 300 shtëpi ka fshati. 300 shtëpi. Dhe ka ndoshta edhe shumë prej tyre të cilët e kanë braktisur edhe fshatin dhe kanë shkuar në mërgim, sa ke mujt me e vrejti? Po normal që ka të cilët kanë shku në mërgjim, sidomos për viteve 90-91 e kënina, për shkak të situatës, shumita janë me ta clep, po edhe një numër i konsiderueshëm i këtyre janë kthy prapë në vendlindje. Ishte vetë natyra e dashuria për të, çka edhe frymëzoi Femiun që të merrej me këtë veprimtari. Me familjarisht jemi marrë me bujqësi, po kryesisht me fermë me numër pak më të madh mirë nga viti 2004 e kënina. Edhe pse se kam bujqësi në profesion, po e kam hobi, është punë e mirë, punë e ndershme, punë e lodhshme, po ja vlen më marrë. Ka pas dikush tjetër në familje, ndoshta para ardhës të juaj të cilët janë marrë me këtë veprimtari, apo ju jeni nismëtarët e saj? Jo, ka pas, hanë e donë janë marrë me këtë veprimtari. Dhe në formë ju e keni trashëgu, kush kanë qenë? Babaj, kush ka qenë në familjen ju? Babaj, gjyshi, kretë kanë majtë shtasë për para, kryesisht me to janë marrë. Dhe djali tyre sot e ka trashëgu ato dhe ka vazhdu ndoshta këtë pasion. E kom vazhdu se e du shpirtnisht. është punë e lodhshme fizikisht, po psikikisht është shumë punë e mirë. Ne momentalisht po e shohim që këtu është edhe ferma në cilën në të gjenden lopët, shtalla e lopëve, por apo më tregon fillimisht me sa krer lop ke fillu dhe kur është ngrit fillimisht, cili është historiku i kësaj ferme, sepse nëse shohim nga pamja duket që ka një lashtësi në vete, kur është ngrit kjo fermë? Unë me fermja kom fillu që është 2004 me 4 krerë, edhe 2 që mi kalon baba Rametlia, do me thonë me 6 krerë. Ky ndërtimi është ndërtimi vjetër i sistemit. E kom marrë, e kom adaptu pak a shumë sa kom mujtë me forca vetanake për me vazhdu këtë veprimtari. Dhe momentalisht sa krerë je keni sot? Gjithsej janë 30 krerë, 20 janë qëmshtore, tjertë janë vjeta, mështjera dhe bikë. Femiu tregoi pak edhe për ato kujtimet e tij në fshat dhe për çka ai ka nostalgji. Nuk ka njeri i cili nuk e adhuron apo nuk e don vendlindjen, unë kam qenë gjithçka shumicën e shteteve evropiane, po më i mirë se fshati i lindjes nuk ekziston as në këto kërkoniq. Je provu ndoshta pak edhe me jetën e mërgimit, me perëndimin, po thua që me fshatin, me lindjen nuk ka asnjë më të mirë, pse ka shumë jeni të lidhur me të, çfarë kujtoni nga ky fshat, çka ju ka lënë ndoshta vendlindja juaj në kujtimet e tua? Ne jemi një fshat shumë unik i cili nuk ka të lashën në zveti, nuk ka fjalosje, belashka për diun, edhe jemi një fshat që nuk e këqyrëm shamull ky kësaj lagje apo i kësaj lagje, po rrim gjithë bashku, pim kafe bashkë, mi mahitni edhe çështë. Çdo person, çdo individ i cili që i linë perënia lume dhe ja ka kriju jetën se çish ka me vazhdu. Faktikisht njeri mendoj që do të me qenë sa më natyral, sa më i thjeshtë. Për me pas sukses do të me qenë sa më natyral, sa më i afërt me njerëz, mes mu shpreh, me fjalë të kota, mos më marrë me punë të hujat, edhe 100% me pas një jetë lumtur. Lopët ishin ato kafshë për të cilat Femiu kishte një dashuri qysh në fëmijëri dhe që po rritet dita e ditës. Kam racën cimentale dhe mund të biljard. Çka i bën të veçanta këto raca?
Ndëgjoj, për qumsht janë parafërsisht barabarta, mund të biliardi ka pak ma shumë qumsht, po në pesho pak ma e dopt se simentali. Ne pastaj do të hymë edhe në fermë edhe do i shohim për nga afër edhe lopët, për para se të vazhdojmë të flasim më shumë detaje rreth fermës, do të ndalim pak edhe tek puna e tokës. Prapa neve ne po i shohim edhe pajisjet bujqësore, ju njëkohësisht e punoni dhe tokën, sa është e pjellshme dhe sa është profitabile ndoshta kjo tokë këto në fshatin e juaj. Toka në fshatin tonë është shumë e mirë, po krejt punën varet prej kushteve klimatike gjatë sezonit veror, pas që ujiti nuk ka, krejt varet prej kushteve klimatike. Çka kultivoni zakonisht këtu? Përpos që Dënitrat e bardha, shumë nevojitën për firmë. dhe momentalisht keni filluar me punën e tokës, pasi që jemi shumë pranë stinës së pranverës, kanë filluar ato para përgatitjet? Po, kanë fillu, sidomos është faza e plerimit grurit dhe faza e mbjelljes së tërshërës. Kur fillon kjo saktësisht? Kur bëhet kjo plehrimi i grurit që po i cek këto procese? Zakonisht nëse shkoj me ore e bëj plerimin pe 15 deri me 20. Mars se kam fjallin. Domethënë ka mbetë edhe pak kohë, ndoshta edhe Një javë dhe kryen edhe këto. këto. Prapa po i shohim edhe këtë traktorin, ndoshta pastaj edhe kjo pajisja për pastaj, cili është roli i mjeteve bujqësore që i ke dhe sa janë profitabile, sa janë të mira ndoshta për ta punuar dhe për ta realizuar punën me sukses. Nuk mundet me ekzistu një fermë nëse nuk janë pajisjet bujqësore për arsye se sot nuk ka fuqi punëtore. Edhe fuqin punëtore e zaventon këtë teknika. Faktikisht të mbrapa kemë mikserin, i cili është për ushqim voluminoz, edhe njëherë në ditë ja përgatiti, 24 ore ka ushqimin e gatshëm, te koka kur të nevojitet të konsumojnë. Dhe kjo është me teknologjinë e fundit ky mikseri po besoj, dhe në të bëtë dhe përpunimi i ushqimit, sa shpesh pastaj keni nevojë për ta përgatitur atë, si funksionon, tregona më shumë? Parafërsisht jo përgatitet për një orë, qiten gjitha llojet e ushqimit çaki këtu me receptur, edhe e lëshon këto në funksion, kjo e bën përzirin edhe gririn e ushqimit, shembull sonës të kashtes, e grin edhe e përzin me sillash. Kjo është edhe ferma e tij. Fëmiu jo vetëm që kujdeset për to, por në anën tjetër ka shumë njohuri për lopët. Momentalisht jemi në fermë të lopëve këtu brenda, po shohim krerët e lopëve, po apo më tregon fillimisht karakteristikat e tyre, fillojmë nga para atje edhe po shkojmë brenda nga pak a pak po flasim për gjitha. Unë ju tregova që janë kryesisht simentale mund të biljar, po e kam bërë kryqëzimin e tyre në racav, edhe nuk e kam as një të blene. Këti kam që i kam rrit vetë, edhe shumica janë lopë treja, viqin e dytë dhe tretin. Të gjitha janë lopë të cilat janë shumuar dhe pastaj janë shtuar me kalimin e viteve. Po, është e vërtet, ka raca të cilat po vinë, raca shumë të mira nga jashti, po pe kam pak problem adaptimi në kushtet tona edhe në kushtet klimatike sidomos. Momentalisht gjithsa na po flasim, lopët disa prej tyre janë duke ushqyer, kështu që sa shpesh i ushqeni ato, pastaj edhe se sa i premton ky ushqim që e kanë poshtë këto. Zakonisht njëherë në ditë ju qes me mikser edhe kryesisht aja që harxhon jashtyjen dhe jamushi grazhdin, po 24 ore kanë ushqimin të koka dhe kur t'ju nevojitet për konsumim e konsumojnë. Momentalisht lopët ende nuk kanë filluar dalin për kullose për shkak sezonit që ka qenë dimër dhe po besoj temperaturat e ulta, kur po planifikoni që ta bëni atë nisjen e parë për kullosje për këtë sezon, kur do të filloj? Zakonisht jashtë i qesëm dikun nga 1 muaj, 10 muaj që të parafërsisht që atë kohës në varet për kohës. Ke prapa vetes po e shohim është një veç i vogël. Kjo është sapo lindur? Ky sot i ka 2 ditë. Sot i ka 2 ditë. Domethënë, dhe kjo është e ama? Jo, kjo tjetra, kjo është e ama. Çfarë peshe kanë lopët nëse ke njohuri? Sa mund peshoj? Po shohim që janë goxha të mëdha. Sa mund peshoj? Ato të mëdha që janë dikon ndaj 700 kg shkojnë, kurse këto të vogla ka 500, 600, tash varet pe shnetës, pe shëndetit që zhekën. E përmende shëndetin, sa shpesh ndodh që të sëmuren ato, apo jeni ballafaquar me ndonjë sëmundje të lopëve? Rrallë dhe tash nuk kom pas mundje, mundet në herë me ndodh në i ftofi apo në i temperatur, po jo, nuk kom pas. Keni edhe veterinarin ai i cili kujdeset që pastaj që shëndeti tyre tjetë në rregull gjithçka?
Po, normal që i kemi veterinarin edhe ai vjen për gjanat e veterinarisë, ai mirret me to, nuk mirëna. Bëhet edhe pastrimi i thundrave? Pastrimi i thundrave bëhet 2 herë në vit. 2 herë në vit. Në cilën periudhë të vitit? Çdo 6 muaj. Unë ja bëj 2 javë para se mi shumë kullos edhe masi që të mbyllën vjesht. Ja bëni jo apo veterinari? Jo, është njëri pas Safat, që këty njëherë i kanë thonë në Alban, Në Alban. i cili ja dhanë thundrat. Femiu tregon edhe relacionet interesante mes këtyre kafshëve. A sa mund të jetoj një lop? Nga përvoja jote, deri në sa vite mund të jetoj një lop? Ka lop që shkon edhe 20 vite, po kryesisht që aty 2-13 vite, po lopa si ti bon 4 vite, 5, atëherë nuk e ka atë sasinë e qumshtit, nuk e ka, fillojnë problemet shëndetësore, qishtu. Për shembull, për këto lopët që po i shohim këtu pak më afër, çfarë moshe kanë? A ke një huri çfarë moshe, për shembull, kjo këtu me brina, çfarë moshe ka kjo? Që kjo tash për momentin është moshën 5 vjeçare, kjo janë një gjenerat, edhe këto i tjerat janë, po thuj se gati ketë një gjenerat janë veç 2. Ndikon 4 vjetë gjys 5. Po biku çfarë moshe ka? Biki për momentin ka 16 muaj. 16 muaj, do me thonë, ende është i vogël. Jo, nuk o i vogël. Si ti bën një vjetë, a i veç e krym punën e vetë. Po zakonisht lopë që i kom pas matë mirat për ka cilësia qumshtit, sasia qumshtit edhe për ka shneta, pamja kështu, faktikisht për tyneve dhe i kom nalë, ka i që këtë i shemull, të i dyja, i janë motra, kurse non e kanë ato atje me brina. Aja është nana. Sa ke mujtë edhe zotëri Remzi me vrejt pastaj lidhshmërinë e tyre, kur të rritën lopët, për shembull, ju po thuni që këto të dyja janë motra, ndërsa atje është nëna e tyre. Sa kanë pastaj lidhje lopët me kalimin e kohës dhe sa njohin nanën e tyre? Dëgjoj, me i thonë dikuj në e di që nuk beson, a i cili nuk mirët me lopë nuk beson, po edhe lopë faktikisht e gjojnë shoqërinë e vetë. Edhe ka lopë që nuk dahën as në fush, edhe pse po vakise ka kurgju, po shkojnë non stop bashkë. Jenë katë shumë dështa të lidhura me njëra tjetërën, kujdesin për njëra tjetërën atë aspekt? Dëgjoj, mas mirë të është me qenë sistemi zgjidhën, edhe kur të sistemi zgjidhën, këto e gjojnë venin e vetë, e gjojnë shoqërinë e vetë, me të cilën nuk vrahet, nuk ka të lashe, po ka dhe lopë e cila është pak më e sertë, më problematike dhe nuk e lënë rahat as më ushqy. Në mesin e gjithë këtyre lopëve, ju e cakët edhe më herët që në këtë shtallë gjindet edhe një bik, është ai pastaj që e kryen detyrën e tij për mbarshtim, apo jo, të mbarshtimin e lopëve, kur ndodh mbarshtimi, tregona më shumë. Zakonisht lopa mbarsohet mas që të lind, që çtohet mas 3 muaje, faktikisht është e parapunur me rregullore, ka cilat lipin edhe më herët, po kryesisht mas 3 muaje. Femi Blaca do të vazhdoj kujdesin për lopët e tij. Po ashtu, do të vazhdoj ta studioj dhe të di sa më shumë informata rreth tyre.